e di që sot Akshi përballet me një hetim nga Spaku për përdorimin e fondeve. Dhe Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digital të qeverisë Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia, dhe s'mund të pritet asgjë nga 700 tenxheret e çorbës politike mediatike që të dalë deri në fund e vërteta e saj, cila do qoftë ajo. Por unë di po ashtu që falsaj dhe skuadrës së Akshit, ku punojnë pa orar, plot vajza e djemë talentuar të botës së re të teknologjisë, Shqipëria ka bërë një kapërcim të madh, krahasuar me vitin 2022, kur ka dalë raporti paraardhës i Bankës Botërore për qeverisjen digjitale. Këtë herë jo vetëm vijojmë të renditemi në grupin A, i quajtur grupi me maturitet të lartë, ku kemi plot 0.939 pik nga 1 që është maksimumi, por fal një rritje të ndjeshme krahasuar me raportin paraardhës ku ishim vetëm 0.752, këtë vit kemi kaluar nga vendi i 68 në vendin e 14. Në vendin e 14 mes gjithë atyre vendeve, duke lënë pas pikërisht falpunës dhe vullnetit për ta vënë teknologjinë e re në shërbim të publikut dhe të zhvillimit të Shqipërisë, vende me emër të madh si Danimarka, Singapori apo Mbretëria e Bashkuar e me radhë. Ky është një raport objektiv dhe profesional i cili vlerëson 4 fusha kryesore që mbulojnë sistemet bazë qeveritare: shërbimet publike online, angazhimin digital të qytetarëve dhe faktorët mundësues institucionale ligjor, dhe pa diskutim që nuk justifikon absolutisht asnjë shkelje të ligjit që pretendohet se ka ndodhur në aktivitetin e Akshit, gjë që mund na thot vetëm procesi gjyqësor. Por nga ana tjetër e gjithë zhurma histerike e 700 tenxhereve të çorbës politike mediatike nuk e zhbën dot rezultatin fantastik të Shqipërisë në këtë fushë të veprimtarisë së Akshit, që mund ta verifikoni lehtësisht përmes linkut